Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka deklaruar sot se shumë shpejt opinioni publik në Maqedoni do të njoftohet për një tjetër paregullsi edhe më të madhe se kjo e deri tanishmja në Fakultetin Filozofik, e cila sipas saj do të befasojë gjithë opinionin. Ajo tha se Agjencia për Cilësinë në Arsimin e Lartë nuk ka kryer vlerësime prej vitesh dhe në 8 muajt e fundit është kryer një numër i madh inspektimesh, të cilat kanë identifikuar paregullsi. Ka shumë paregullsi në disa institucione, por jo në të gjitha, dhe për to do të veprohet sipas ligjit, nëse përgjegjësia është e administratës apo udhëheqjes, si dhe nëse disa studentë kanë marrë pjesë në këto veprime, do ta përcaktojnë organet kompetente. Duke folur për paregullsitë e fundit që u zbuluan në Fakultetin e Filozofisë, Janevska tha se Inspektorati Shtetëror i Arsimit, raportin e të cilit e mori dje vonë, konstatoi se ku ishin mangësitë dhe në përputhje me rrethanat mori vendime se si të vepronte. Ajo njoftoi se raporti do të përpunohet brenda 2 ditëve të ardhshme dhe vendimet do të merreshin që nga e hëna. Ministria dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit nuk kanë zgjidhje tjetër. Ata duhet të veprojnë sipas ligjit. Unë kuptoj absolutisht revoltën e studentëve, por ka institucione të tjera ku ata do të kërkojnë të drejtat e tyre. Ajo që është në kompetencë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të përfundojë që nga dita e hënë. Çdo gjë tjetër në institucionet përkatëse në mënyrë që të jetë sipas ligjit, si dhe të përmbushet drejtësia. Kujtojmë se të martën, Janevska konfirmoi se Inspektorati Shtetëror i Arsimit kishte gjetur paregullsi në regjistrimin e studentëve në studimet master dhe doktoratur në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Sipas gjetjeve të inspektoratit, që nga viti 2019, fakulteti ka regjistruar në mënyrë të paligjshme student në studimet master dhe doktoratur, edhe pse ata kishin përfunduar më parë studime profesionale 3 vjeçare dhe ligjërisht nuk kanë të drejtë të regjistrojnë në ciklin e 2 dhe të 3 akademik. Menaxhmenti i Fakultetit të Filozofisë UKIM njoftoi dje se pas paregullsive të gjetura, studimet e 7 studentëve të masterit dhe 4 studentëve ndërpriten.